Shqipëria është vendi i çuditërave, sepse ndonë se është vendi me pagën mesatare 500 deri në 600 euro. Pasuritë që ka një individ në Shqipëri nuk i kanë edhe familje që brez pas brezi janë të pasur në Europë. Për të dhënë një shembull të shkurtër, së fundmi, SPA ka zbuluar se Belinda Balluku ka përfituar 300 apartamente dhe 2 mjete lundruese nëpërmjet aferave. Kjo është vetëm ajo që ne dim, sepse ajo që nuk dihet është akoma më e madhe. Së fundmi është zbuluar se niveli i luksit dhe i pasurisë që kanë jo vetëm deputetët, por edhe fëmijët e tyre është prallore. Djali i ish-deputetit socialist Bardyl Agasi ka rezultuar se ka një pasuri aq të madhe sa do ta kishin zili edhe djemtë e sheive të Dubait. Ergys Agasi është në kërkim nga SPAK dhe për këtë arsye ka lënë Shqipërinë dhe është nisur drejt Dubait, ku pritet të investojë milionat e tij. Kur agjentët e SPAK janë futur në një kat të nëndheshëm të vilës së tij, kanë mbetur të befasuar. Mijëra shishe vere të vjetra, 100 deri në 150 vjeçare, ishin të stivosura me kujdes dhe të përshkruara me detaje vitet e prodhimit. Thuhet se Ergys Agasi e kishte pasion koleksionimin e verave të vjetra. Një shishe vere kushtonte nga 10 deri në 30.000 euro dhe në total të gjitha verat e koleksionuara në shtëpinë e Ergys Agasit kapnin shifrën 3 milion euro. Emri i Ergys Agasit u bë i njohur në media pas intervistës që dha Arbena Metaj te Rai 3, ku hodhi akuzat e forta për kryeministrin dhe lidhjet e tij me Ergys Agasin. Metaj tha: Agasi bën koordinatorin dhe pastaj ai i përdor për zgjedhjet. Ku i takon Rama këto njerëz? Ai takon në zyrën e tij, në zyrën e mbledhjeve që ka në selinë e qeverisë. Unë personalisht nuk kam marrë pjesë sepse nuk kam planuar kurrë të përfshihem. I kam parë pothuajse të gjithë personazhe nga Dibra, Durrësi, Elbasani, po kam parë kapo të mafias në zyrën e kryeministrit, është shprehur Arbena Metaj në rrëfimin e tij për Rai 3.